Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar titullar, kryetar mezhlisi, kryeimam, kryetar kuvendi, imam e hoxhallar që gjindeni këtu, pastaj ju xhamatli të qytetit të bukur dhe të butë të Ulqinit, bashkëbiseduesi e jem që jam krenar që jam afër ti, Hoxhës Sabahuddin, të gjithëve ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nuk ka ma mirë se të pritet Ramazani me organizime të ndryshme. Pra, Ramazani është prej ibadeteve që e kam rri gradën, shkallën të jetë prej shtyllave të Islamit. Agjerimi pra i Ramazanit është shtyllë e Islamit. Vetë Ramazani vjen me mirësi të shumta, ndaj edhe pritja e tij do të ishte shenjë prej shenjave të besimit të pastërt, të respektit të madh që besimtarët kanë për Islamin. Imagjino, i dërguari sallallahu alaihi wasallam përmendi dy momente për të treguar se ummeti është në hajër, tha. Ummeti im do të jetë në hajër derisa e përshpejtojnë iftarin dhe e vonojnë syfyrin. Me fjalë tjera, kur njerëzit janë jo vetëm duke agjëru, po duke e respektu fiks orarin kur fillon koha të agjërohet, e edhe kur mbaron koha agjërimit, pra vjen koha iftarit, tregon për respektin që e kanë për këtë ibadet. Pra nuk ka asgjë që ata i ka rëndu, e çfarë nëse këtë pritje bëjmë edhe me takime, me mezhlise, me kuvende, ligjërata që do të na kujtojnë rreth rëndësisë së këtij muaji. Me fjalë tjera, kur e dim fare mirë se nuk jemi të obliguar të bim të sjellim diçka të re, Ramazani nuk është i ri, besimtarët urojmë gjithmonë me pas të ri, por janë ata që janë. Hoxhallarët tashmë nuk është Ulqini për të shku dhe për të shit mend dhe dije, sepse elhamdulillah i keni hoxhallarët e juaj jashtëzakonisht të mirë e të përgatitun, që tashmë ardha e një hoxhe prej viseve tjera shqiptare është për sharm, është për koloritet, është për të dhënë një ngjyrë ndryshe, e jo për të sjellë diçka të re. Sa të keni ku e merrni, walillahi alhamd. Andaj edhe nuk e kemi shkarku vetëm prej përgjegjësisë që me thonë më të mirën, sepse se kemi një mundësi as kapacitet të tillë. E rëndësishme po bëjmë muhabet Ramazani. Ardha e muajit të Ramazanit do të i gëzon njerëzit për shumë aspekte, sepse begatit dhe mirësit që i ka ky muaj janë të shumta. Dhe nuk është vetëm një. Nuk është vetëm detyra e agjerimit në vetvete, por sikur na tregon i dërguari sallallahu alaihi wasallam që me ardhjen e Ramazanit bën shumë punë të mëdha, ka ndryshime në qiell, ka ndryshime në tokë, e ato ndryshime që janë në qiell dhe në tokë për shkak të Ramazanit, të ngërthimit dhe të lidhjes e prangimit të shejtanëve, të hapjes së dyrëve të xhenetit dhe mbylljes së dyrëve të xhenemit, të ekzistimit të një nate që është më e mirë
më vlerë se 1000 muaj e më shumë pra, në atë natë ku zbresin shumë melek e prej tyre tokën e viziton edhe pse nuk ka mision të sjelljes së shpalljes, pra meleku Gjibril, kjo tregon se ky muaj është vërtet tepër i veçantë. E aq më tepër kur edhe ato cilësi që ekzistojnë të Allahu Gjelle Gjelaluhu, disa prej tyre janë më të theksuara, sidomos ato pra pozitivet, janë më të theksuara në Ramazan. Ai fal çdo herë, por falja në Ramazan e ka më të veçantë. Ai shpërblen çdo herë për veprat e mira, por shpërblimi në Ramazan është krejtësisht më ndryshe. Me fjalë tjera, ka pas shumë të drejtë. Ka pas shumë të drejtë Gjibrili alayhi salam kur u lut. E ne, respektivisht sahabët, nuk e dëgjonin lutjen e tij, por e dëgjonin përshpëritjen e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në mimbar kur thoshte amin. Edhe pse i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka epitete të ndryshme, njëri prej tyre është Nebiur Rahme, i dërguari i mëshirës, i dërguar mëshirë për krejt botët. Megjithatë, kësaj lutje, duke i ditë këto vlera, ka qenë vështirë të rezistohet, mos i thuhet amin, ndonë se në këtë rast nuk është në favorin e njerëzve. Nuk është në favorin e njerëzve, sepse Gjibrili tha, edhe për atë tha që e mërrin Ramazan dhe nuk falet. Pra, s'ka më të mirë prej ati personi, duhet me hek dorë prej ti. I mjerë është, që e mërrin Ramazanin dhe nuk arrin të falet. Nuk arrin të i falë mëkatet e tia, atëherë nëse edhe këtë lloj baterie nuk e mbush Ramazani, atëherë atë aparat duhet me ndru krejt. E i dërgumi sallallahu alaihi wasallam i tha amin, çfarë tjetër? Çfarë të themi dish më shumë ose më pak, se sa kjo kur dihet për privilegjet që mund t'i gëzoj një njeri në muajin e madhreshëm të Ramazanit. Për një Ramazan më ndryshe, slogani, motoja e këtyre ligjëratave, unë edhe ju e dim së bashku që nuk e kem për qëllim për një Ramazan me temperaturë më ndryshe se s'është në dorën tonë. Nuk e kemi për qëllim për një Ramazan me 20 ditë e jo me 30, se edhe kjo nuk është në dorën tonë. Nuk e kemi për qëllim për një Ramazan me agjerim të kohës dimrore apo verore, se edhe kjo nuk është në dorën tonë. Nuk e kemi për qëllim në Ramazan që ata bojmë në shkurt apo në mars, ata bim më herët në janar, apo ta lojmë krejt për në verë, edhe kjo nuk është në dorën tonë. Nuk është në dorën tonë të dalë hana e re, apo të mos dalë hana e re. Nuk është në dorën tonë gjithë shka që lidhet me ardhjen e Ramazanit. Atëherë çfarë më ndryshë në Ramazan? Më ndryshë në Ramazan, pra s'kem bojmë me ndryshë Ramazanit, se ne nuk e ndryshojmë. A i vjen me ato të vetat, e ne nuk mund t'i shtojmë pra as meleket, as vizitorët e tokës, e as nuk mund t'i shtojmë listat e të amnistuarve të falunve, e as nuk mund t'i paksojmë njerëzit që e meritojnë dënimin e Zotit, as njënën as tjetën, këto e ndodhë Zotit. Po kur themi për një Ramazan më ndryshe, i bjen për një unë më ndryshe në Ramazan. Për mua më ndryshe në këtë Ramazan. Pra, unë çfarë do të bëj të ndryshoj në këtë Ramazan? Kjo është pyetja dhe kjo është dilema që duhet ta ngrejmë gjithmonë në vetvete. A thua vallë, kur flasim për pendimin, kur flasim për kthimin te Allahu, kur flasim për besimin, kur flasim për mbështetjen e Allahut te vekulin,
kur flasim pastaj për vepra të ndryshme të mira, kur flasim për namaz, a kanë bëjnë këto me Ramazanin? A janë tema që lidhen me Ramazanin se njerëzit duhet të falen në Ramazan? Asesi. Se njerëzit duhet të japin zekat në Ramazan? Asesi. Zekati e ka kohën e vetë. Ditën kur ty të është ngarku fatmirësisht, elhamdulillah, pasuria jote e cila e kam rri nisabin në një vit më vonë, pas 354 ditëve, ne i numrojmë ato dhe ti e jep zekatin. E ajo absolutisht s'ka lidhje me Ramazanin. Nuk është kusht që zekati t'i jepet në Ramazan. Madje, jo nuk është kusht, por është mëkat nëse na tash jemi në muajin Shaban, nëse mos bo obligim zekatin në muajin Shaban e unë shty për Ramazan. Është mëkat. Është mëkat, po ashtu t'i kërkohet zekati para kohët dikujt tjetër që i obligohet në Sheval e mi thonë jepi tash në Ramazan. Nuk i ka ardhur koha. Pra zekati nuk lidhet fare me Ramazanin. Namazi nuk lidhet me Ramazanin. Dhikri nuk lidhet me Ramazanin. Leximi i Kur'anit nuk lidhet me Ramazanin. Me Ramazanin lidhet ekskluzivisht që është ibadeti kryesor, agjerimi e i cili po ashtu mund të bëhet jashtë Ramazanit, por mund të bëhet si vullnetar, si nafile, ndërkaq si obligim mbetet në Ramazan. Atëherë, pse temat sikur kjo, pra, çfarë të bëj unë në Ramazan, çysh të ndryshoj unë në Ramazan? Pse është kjo dilemë? Pse është kjo kërkesë? Pse hoxhallarët mundohen që më tepër të jenë të angazhuar me kërkesat e tyre për gjitha këto që i përmenda, më tepër në Ramazan? A thu vallë, unë po i disha, të tjerë nuk po i dinë se këto s'kan lidhje me Ramazan, apo jo? Unë dhe të tjerë së bashku vërtet, njerëzit për namaz i thirrin më tepër në Ramazan. Njerëzit për zekat i thirrin më tepër në Ramazan. Njerëzit për pendim i thirrin më tepër në Ramazan. Arsyeja është se është momentum i pazavendësueshëm që të shfrytëzohet maksimalisht, se gjatë vitit këto janë të kërkuara, por ti dhe vepra mirë keni pengesa. Madje, ti dhe vepra keqe keni lidhje. Keni relacione. Prishja e këtyre relacioneve dhe ndërtimi i relacioneve të mira që duhet mi pas, e që nuk po mundesh mi realizu pa Ramazan, është shans i artë të Ramazanit që kjo të ndodhë. Për këtë pra, kërkojmë dhe e shohim Ramazanin si mundësi të ndryshimeve. Pra, ndrysho në Ramazan. Të respektuar vëllezër dhe motra të pranishëm, nëse i analizoni edhe në vetvete, se cili prej vetës kur niset, shumë punë të hajrit, punë të mira, vepra të mira të cilat janë në përputhje me fen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe që qëllimi i tyre është qëllim adhurimi i ibadeti, pra këto janë vepra të mira, se cili prej vetës kur niset dhe analizon, shumë prej tyre i ka fillu në Ramazan. Po e bëj një pyetje tjetër. Fola këtu për disa që janë të përgjithshme, namazi, zekati, dhikri, leximi i Kur'anit e tjera, largimi prej mëkateve besa. Mbulesa shamia për gratë, obligim për gjinim femërore. Bëni statistika. Shumica e grave mbulon në Ramazan. E pse? Në Ramazan ka diçka që duhet e jashtë Ramazanit nuk duhet? Jo. Hapi në Ramazan merret më lehtë. Iniciativa në Ramazan merret më lehtë. Njerëzit kur fillojnë me fal namazin, mund të jenë të larmishëm, mund të jenë të pjesërishëm në namaz.
Por kur e merr në fund fare, shumë prej tyre, kur kanë fillu me i falë 5 kohë të namazit, shumë nuk po thënë gjithë, janë që kanë fillu në Ramazan. Dhe thot prej Ramazanit nuk e kam lanë më namaz. Shtrohet pyetja pse në Ramazan që Allahu po e specifikon me agjerim, nuk po e specifikon me namaz, pse në Ramazan pikërisht për të filluar me namaz, i thamë më herët sepse lidhen shejtanët. Kur lidhen shejtanët, pengesat që i pate ti, me veprat e mira, pengesat që i pate me mri dhe të puna e mirë, janë më të vogla, janë më të pakta. Madje, janë më të pakta deri sa disa dietarë kanë thonë, ma nuk janë të pakta, po janë vetëm tuat. Nëse janë pengesat, ato janë personale. Që edhe kur lidhen shejtan ti prap bën punë djallëzore, atëherë i bjen se djallëzia të është mishru, të është fut brenda sa që ti me shejtan prangosun. Madje edhe pa shejtan fare, edhe me të i vra shejtan krejt, një nga një dikush, ti pas kemi vazhdu me veprën e keqe sepse ajo tashmë të është mishru. Është bë e natyrshme. A nëse për ty nuk ka qenë natyrshme, por nuk e ditë kur me marë hapin, është rast shumë i veçantë të ndodhë kjo në Ramazan. Andaj edhe duhet të mendojmë seriozisht për ndryshimin e mundshëm në Ramazan që ta bëjmë sepse e kemi më lehtë. Më lehtë e paskim me vendos shamin, më lehtë e paskim me fillu me fal namazin, më lehtë e kanë njerëzit dhe hoxhallarët janë prezent, pyetjet për zakatin që bën në Ramazan, edhe pyetjet për zakatin që bën për 11 muaj tjerë janë të barabarta. 11 muaj për zakatin mundesh mi marr 20-30 pyetje, një muaj në Ramazan për zakatin i merr 50 pyetje. Pse? Krejt i kanë fillu bizneset në Ramazana? Krejve ju ka plotsu nisabin në Ramazan? Jo, në Ramazan ndizen dritat e besimit më tepër. Në Ramazan shkëlqen imani jot më shumë. Në Ramazan, lidhja e jote me Allahun xhallal xjalaluhu është më drejt dhe më sinqert, andaj edhe është rast i mirë që sikur këto të mirat që i përmendëm deri më tani, Ramazani të jetë momentum po ashtu edhe i braktisjes së ndonjë të keqe që e kemi. Pse kemi ne të këqija? Kjo është problemi. Ne kemi bëjmë me edukim. Edukimi jonë nuk është gjithmonë i mirë. Nuk jem duke bo faj këtu për prindrit tanë me thonë se ta kanë eduku mirë. Jo. Edukimi fatkeqësisht tash për neve është në jo në interesin tonë. Edukimi ndodh vetë edhe pa vepru kërkush. E që e kishëm qujt, nëse nuk ndërhyjmë me edukim të mirë, atër vetë ndodh as brastin e mbulon edukimi keq. Pra ti nuk do me thonë vetëm shoqënia keqe, që ta ka dhënë një vest të ligë. Nuk do me thonë që vetëm haprimi jot ka harru të këqija, të ka bo me e bo të keqen. Prej të këqijave që i bojmë janë të shumta. Prej të këqijave që i bojmë janë të shumta. Prej harameve që mund t'i kemi pjesë të jetës tonë janë të shumta. E ato që janë të shumta ti shpesh i ke fitu pa dashje. Shpesh i ke fitu edhe pa shoqni. Shpesh i ke fitu pra vetëm që s'ka pas një aktivitet të duhun, të kohës të duhun, në moment të duhun, thjesht vetëm që s'je ka një adhurus. Zatën, kjo pyetje që mund të tingëllon edhe provokuese në për rastet tilla, ne që punojmë me nxënës edhe i kemi të zakonshme këto pyetje. Me pa nxënës ka njëherë a janë të pushu, të flejt, apo janë zgjut, e ju si një nxënës, po inshallah na zgaboj me bo testet të tilla, e i pysëm ka njëherë cilat janë mëkatet më të mëdha. Mëkatet më të mëdha fillojnë mi numru. Dikush thot alkooli, dikush tjetër thot bigjozi, dikush tjetër thot kamata, dikush tjetër thot gjithë e dim shirku është mëkati më i madhi, e këto janë mëkatet e mëdha që veprohen. Këto janë gjunahet e mëdha që realizohen nëpërmjet veprave që na i bojmë.
Por mëkate të mëdha që kur nuk ja përmendim emrin, e që ne hoxhallarët jemi ndonjëherë fajtor, janë mëkatet e mosveprimit të farzeve. Pra, mëkat më i madh pas shirkut, pra, tash po flasëm pas mosbesimit, mëkat më i madh është mos me fal namazin se me pi alkoolin. Gjunah më i madh është mos me fal namazin se me lujt bixhoz. Gjunah i madh, shumë i madh është mos me agjëru Ramazanin, e nuk po hitash me krahasime, por krejta farzet që i kemi, janë gjunah. Njeriu i madh në historinë e Islamit, në dy momente u vlerësu si shumë i madh. Ebu Bekri radiallahu anhu i njoftën në mesin e musliman. E për neve që e kujtojmë atë në retrospektiv veprat e tij, ai njihet si njeriu më i butë që e ka pas afër vetes i dërguari sallallahu alaihi wasallam, në të kundërtën njeriu më të ashpër e njohim pasuesin e tij Omerin radiallahu anhu. A ne e shohim për shembull Ebu Bekri ka qenë luftues i hatashëm, i kujt? I atyre që piten alkool, apo? Që se dhanë zekatin. Patën qef me filozofu pak, me thonë zekatin nuk e ka bashkë drejgje njëjë, se nuk përmendet njëjnë kuran sa namazë e tjera, a i tha kështu, tha, kush mandan zekatin prej namazit, tha unë du ta luftoj. Do më thonë, na kem pas luft praktike, ndaj këtij mëkati nuk është e njofshme që ndonjëherë dikon e kemi luftu për shkak të alkoolit ose për shkak të imoralitetit, domethënë nuk ka pas kësi ofanzive, ka pas ofanziv ndaj atyre që e pengojnë zekatin. Pra, mos veprimi i farzeve është haram në veti. E tash këtu, kur ti jetu i bot do harame, që po thëmë, disa të ngjiten, të mishnohen edhe pa kontribu kërkush, është mas pari është mungesa e farzeve që ti i bën. Inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazi të ndalon nga imoraliteti, nga e keqja. Nëse ti nuk e ke namazin, është shumë më afër që ti të bish të mëkati tjetër. Madje na ke ma tjetrin derë, tu e bo namazin ani mundesh me ratë të mëkati. Tu e kry detyrat islame çfarë duhet, tani ndoshta nga njëherë rruga është aq e gabume e hapave të jetës sa nuk e kryen punën ato me të ndalë prej të këqijave që i ke para vetes. E mos lasëm mos me i pas. Dikush mundet me njëherë me bo pyetjen e po çfarë, pra ky ajet i Kur'an po thot namazit ndalon prej moralitetit, të largon prej moralitetit, edhe të ndalon prej punëve të këqija. Unë njoh plot njerëz që e bën edhe njërin edhe tjetrën. E kryen namazin, por edhe bën mëkate. Atëre, po i bjen që ajeti nuk është i sakt. Jo ajeti është i sakt, është fjala Allahu xhallal xhelaluhu, por mas pari për me u largu prej një të keqe, edhe ajo ka fazat e veta, fillimisht dije, pra, ai njeri që i bën do të këqija dhe falet, ato të këqija mos më pas fal kish me i bën në intensitet më të madh me siguri. Dhe tjetra, namazit dal nga dal, tu forcu namazit, tu bo lidhja serioze me Allahun, me namazin, pra, tu e pas shumë në konsiderat fjalën fillestare në namaz. Çfarë po thot? Allahu Akbar. Tu e pas në konsiderat veprimin figurativ në namaz, kur po i thot dënjas mbrapa dhe orientimit me Allahun para. Do më thonë, këtë moment kur po i çon durt me tekbirin fillestar, ai ka edhe një anë praktike, do më thonë, ka një mimik që është duke folë dhe në ditën kur e kupton çka është të bo. Në ditën kur e analizon veprimin e tij praktik dhe thanjen e tij teorike, ai e ka problem me i thonë atij mikut, atij shokut, që ka thonë prit se vetëm ta fali kindin dhe shkojmë atje ku jemi nis me bo mëkatin, me bo gjuna. Me bo aki në ikindi, me i ardhë kjo inspirim, me thonë vetëm pak, jam të thonë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Allahu është më i madh se çdo thirrje tjetër,
se çdo nevojë tjetër, se çdo shok tjetër, se çdo detyrë tjetër. Allahu është më i madh dhe të tjerët mbesin mbrapa, nëse kjo i vdeket në atë moment, i kujtohet në atë moment, ky person e ka shumë lehtë me i thonë atij tjetër më fal vetë pak se nuk po vihet. Dhe kjo do të ndodhë, nëse jo në ikindinë e sotit do të ndodhë në një namaz tjetër, një ditë dhe namazi me do mos njeriu e ndalon nga puna e lig. E tash këtu, duhet të ndalemi shumë shkurt te veprat që njeriu është mirë të fokusohet në Ramazan me i bë, ato nuk kam nevojë unë m'ja përmend sepse i keni të përmendur në mënyrë të vazhdueshme prej hoxhallarëve e i dini edhe vetë, por me tekst veçantë që ky keq edukimi që na bëhet, e ky na bëhet gjatë vitit, e njeriu ka nevojë për një kontroll të vetvetes në mënyrë të vazhdueshme, atëherë është mirë me pa prej Ramazanit kalum në Ramazanin e tanishëm. A kam më shumë punë të mira, a kam më shumë punë të liga. Këtë mos e kërko prej hoxhës, e as mos ja bën emocion vetes, tik këtu është mirë, këtu është keq. Pra bëne një analizë serioze. A ka mundësi që ti vjet e ke pas një Ramazan jashtëzakonisht të mirë me ibadet, por prej vitit kalum të tilla kanë qenë rrethanat, që ti je ngulfat me vepra tjera më të këqija, ndonjëherë dihet shejtani ato ti sjell si formë e mirësisë, si haricit që bëne se s'ka problem, bëne se vjen një moment kur ajo përmirësohet e tjera, dhe ti në një mënyrë apo tjetër ndyt shpirti jot është një llos me vepra të tilla të liga, atëherë i bie se ti ato të liga që i ke dhe ato të mira që i ke, është mirë t'i regjistrosh. Të mira që i ke, cilat të mira tjera të mungojnë. Të ligat që i ke, cilat prej tyne mund t'i largosh, për të mos i kthy gjatë vitit asnjëherë, dhe në çdo Ramazan do të mundohemi që ta përmirësojmë veten ngadalë. Nëse dikush pra nuk e ka parasysh se çfarë duhet të largoj si vjet, atëherë duhet ta bëjë një analizë në vitin e kaluar, çfarë orvatje pati për me largu një vest të lig, një vest të keq. Edhe atë ta bëj çdo herë pra edhe më tutje. Nëse dikush pra kur ka agjeruar Ramazanin, për shembull po e marr vetëm këtë, kur e ka agjeruar Ramazanin për 30 ditë e Ramazanit ka pas një ecje jashtëzakonisht të mirë të agjerimit, atëherë a është e mundshme ai me pa që agjerimi vërtet është i mundshëm edhe i realizueshëm me ndodhë dhe jashtë Ramazanit. Atëherë pse të mos shfrytëzoj rastin që me edukatën e agjerimit që ka marrë në Ramazan të fitoj, po ashtu këtë edukat të vazhdoj edhe me agjerim të ditëve tjera, të 6 ditëve të Shevalit, të 3 ditëve në çdo muaj, të ditëve të bardha, pastaj ditëve që janë më të theksuara, të mos i duket pra që agjerimi mund ta lodhë deri në atë drejtë sa agjerimi ditës Arafatit të jetë pengesë, për shembull, ai me atë ditë agjerimit pra i fal mëkatet e 2 viteve, i shlyem mëkatet e 2 vite. Me fjalë tjera, me vetë agjerimin mund të merr absolutisht edukat të këtillë të mirë. Namazi të respektuar vëllezër, po ndalem të një element, të një segment shumë madhështor. Po të kishim bën ndonjë ligjerim me komunikim të përbashkët interaktiv, ju kisha pyet tash, me të thonë dikush emërtoje namazin ndryshe në gjithja një tjetër emër. Zotën edhe emri namaz është përsisht lutje. Salat në arabisht, salat i thuhet tashmë edhe në anglisht. Na për mos u ngatru me besime tjera, nuk i kemi thonë lutje, e kemi lënë këtë termin përs, edhe ka mbetë për falja namazit. Falja namazit për lutja që e kemi detyrë ta bëjmë ton kohën. Kjo lutja jonë përbohet prej veprave të caktuara, edhe prej fjalëve të caktuara. Pra duhet edhe me vepru, edhe me qëndru në kam, edhe mu krus në ruku, edhe me ra krejtësisht në tokë në sejdë, edhe me nejt në teshehud në formën e ulur, pra janë vepra. Janë fjalë që duhet, disa janë sunet të thuhen, disa janë farz, disa vajib, e tjera pra që dihet mirëfilli.
Me të thonë dikush namazi krejt brumi i tij, çka kërkohet më tepër me në namaz? Namazi ka lezim të Kur'anit, me marrë me këshyr, pra këtu kur jemi tani te teravia që hoxhallarët e përmendin shpesh, me namazin e teravive e themi nëse s'mundesh mu fal në kom, ose li për pak falu ulën. Falu ulën e atëre gjysma e shpërblimit të namazit, pra po flas për ata që nuk janë të smur, për ata që dojnë me pushu, pra gjysmën e sevapeve të namazit e kanë kur falin ulur. Kjo për i bie që gjysma tjetër, ku ka sevape, i qëndrimit në kam. Atër qëndrimin në kam ku ka shumë lere madhe. Ka shumë çka në namaz, por Allahu Gjelle Gjelaluhu përveç tjerash, thët wa aqimi s-salate li dhikri. Fale namazin për me më përmend mua. Dhikri është boshti, është ajo fjala që po lypi, që është si zëvendësim. Sikur krye qyteti për një shtet që nënkupton, kur e thua ato, e nënkupton komplet shtetin, qashtu është dhikri për namazin. Allahu për namazin e gjumos, ne hoxhallarët e përkthejmë namazi, e përkthejmë në shpejtësi, ashtu se s'kemi kohë mundal, kur na kërkon ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au, kur thirreni o besimtar për ta fal namazin e gjumos ose namazin e ditën e gjumos, që është fjalë namazin e gjumos, fas'au ila dhikrillah. Shkoni me përmend Allahun. Na thojmë shkoni falë namazin, çështu e përkthejmë. Allahu ka përmend këtë krye fjalën, po them këtë krye veprën e namazit, dhe shkoni përmend në Allahun. Dhikri i ka dy kuptime. Në shqip zatën për mos me i hin hak fjalës tani e lojmë dhikr. Dhikri është edhe me përmend edhe me kujtu. Edhe me përmend edhe me kujtu. Të dyja janë. Inshallah, edhe këtë gabim si hoxhallarë bojmë ndonjëherë gjusor është ky gabim, me përkujtu Allahun. Allahu nuk përkujtohet. Përkujtimi është për atë që ka qenë e s'është më. E përkujtojmë të vdekurin. Përkujtim jo Allahun asnjëherë, kujtim po. Me kujtu Allahun po, se duhet vazhdimisht. Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira, shumë. Shumë Allahun duhet me e kujtu. Po, e kam parasysh vlerin. Po, e këshyra dhore. Nëse në kuadër të kësaj, të dhikrit, që duhet ta bëjmë në namaz, edhe jashtë namazit, dhikri pra, përmendja Allahut është edhe kujtimi edhe përmendja. Pra dhikri mund të jetë formal. Subhanallah, 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 mo matematika ekziston, funksionon, pazari, a i bona mirë, a i shita mirë, a si shita mirë. Me fjalë tjera nuk është që është i koncentrum, a dhikrin e bën. Në anën tjetër, mundet dhikri mu bon ndonjëherë dhe pa u përmend ndonjë fjalë. Megjithse dhikri më i mirë është mu përmend fjalë adekuate, fjalë që lypen dhe kërkohen, sidomos nëse i kemi të transmetuar me hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si bëhet dhikri. Mirë po. Derisa këtë ditë të kemi pas shumë afër në ngjarjen e Isras dhe të Mi'rajit, e kemi shumë parasysh që Mi'raji na vjen me specifikën e veçantë që detyrën për faljen e namazit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë në Mi'raj. Detyra që është marrë në Mi'raj është namaz. E dini ju debatin që ka ndodhur mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Musait alayhis salam. Sa namazë 50. Ashi more po, a din që ummeti nuk e mban? Shko lute Allahun dhe kërko prej tij. Kërko, Allahu e pranoi tha 45, 40, 35, 30 deri sa ran në 5 namaz. Gjithë ky debat, gjithë kjo porosi, gjithë kjo lutje, Allahu xhalla xhelaluhu në fund
I tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tha po, le të falen 5 namaze, por te unë do të konsiderohen 50. Këto 50 namaze që ne do t'i kishim pas obligim, po të mos ishte këshilla e Musait alayhis salam, apo e dini sa kemi pas ku falë në dite? 24 orë me nda, do më thonë në 50 namaze. Unë nuk po flasë a do t'i kishte 2 rekate, merë në verzionin më të vogël, një rekate me pas falë, një rekate me pas falë në 24 orë, do t'i bjen mu shpërnda dikun në sa? Gjdo gjysore ma pak se gjysmë orë, dikun 24 minuta ose 25 minuta i bjen me falë një rek. A i lojmë 8 orë pushim qysh i ka para pa Allahu kryesisht, mes jacis dhe sabat, mes atarja del 8 orë dikun verës dhe dimrit, në 16 orë i bjen dikun në gjdo 19 minuta ti duhet me falë një rekat. Në gjdo 19 minuta ki nevoj për dhikër. Në gjdo 19 minuta nevoja jote është me ndërmarrë një veprim të caktuar. A do të ishte kjo vështirë? Sigurisht që po. Nëse kjo është e vështirë me realizu me abdes dhe me u drejtu ka kibla, atëherë ki shumë të letë këtë me e bo ndryshe. Udhkurullahe dhikran këthira. Kujtoj Allahun shpesh. Automobilet e ri në kuadër të teknologjisë së avancume që ekziston, përveç tjerash, kur e sheh ndonjëherë që po bëhet një rrugtim i gjatë, shoferit ja jep një rekomandim. Cili është ai? Me pi kafe, sa mirë din ti. Me pi kafe. Pse kafe jo çaj? Për mos me të zonë gjumi, me të aktivizu. E i pyeta disa, thash, që ky senzorin çdo sa minuta qerit, a e dini ju këtu në Ulqin? Në Gjermani nuk e kanë ditë. A? Në çdo 4 orë. Ishte një senzor tjetër, po e matke forcën e kapjes së timonit. Pra, ndonjë shoferit, po bëj ke vakin çdo gjysore me udhëza ajo. Se thët je pak i përgjumun. Ndonjë shoferit në 4 orë, ndonjë tjetër 1 orë, nuk është standard ajo. Varet sa të sheh. Ti veten me dhikrin, me Allahun, ti duhet me pa ku është puna. Ku je tu shku? Me bo këtë pazar. Në këtë pazar a ka mashtrim, po përmend Allah një moment, hajtë për një me. E jo s'po shkoj me bo. Kjo është qëllimi të dhikri. Pra, kujtoj Allahun 50 herë në ditë, respektivisht çdo 19 minuta, në ato 16 orë që je i zgjumë, do t'jesh njeri shumë kreativ. E këtë në Ramazan e ke edhe më letë, sepse vetë frymarrjet e tua do t'jenë adhurim i dhikrit. Allahu Gjelle Gjelaluhu në abof të mundshme me përfitu prej Ramazanit të arshëm në 2 aspektet. Të pajismi me vepra të mira dhe t'i largojmë veset e këqija. Nëse janë të mëdha, të largohemi sa më parë, e nëse janë të vogla e që zakonisht dinë më konë më të shumta, edhe prej tyre të largohemi, sepse ato do të na sjellin të mëdha dhe do të na duken të rëndomta. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlef. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Filloj me emrin e Allahut mëshirues mëshirëplotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkosit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allah shpëlef. Faleminderit. A do mirë. Okej. Unë gjë rastin ta falenderoj kryeïmamin tuaj, Hoxh Aliun, vëlla dhe koleg dhe bashkëtar të vjetër, po njëkohësisht jam shumë i nderuar që në prezencë tuaj janë shumë prej hoxhallarëve të nderuar dhe të respektuar gjithë pa përjashtim, të ri dhe të motshëm. Po ju falenderoj edhe ju si xhamat që keni vendosur kohën në dispozicion për që në pjesë e këtij mësimi. Zoti e shpëlef me të mirë edhe Hoxh Muhammedin,
që na kujtoj dhe na përmendi mirë dhe na udhëzoi me fjalë për mënyrën se si me u qas këtij muajit begat dhe për mua është kënaqësi me fjalë që jam sonte me të në këtë ryez. Okej. Ose bëhet. Okej. Mund ta nxjerrë pas shpinën që të bezdis? Okej. Mund të ndalem ja dy koncepte, duke qenë se me fjalë Hoxh Muhamedi Zoti ja shpëlef me të mira ma shkurtoj distancën. Që të plotësohet edhe panorama e plot. Pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhëron e thotë buni el islamu ala khams. E para se të futen në temë, më lejoni që t'ju uroj edhe për xhamin. Shumë e bukur, Zoti e pranoft. Me dhe ta që ka një kuror me fjalë për Ulqinin. Sa herë vim në Ulqin realisht kënaqemi shumë, sepse gjejmë njerëz shumë të mirë, po gjejmë edhe këto xhamia të bukura. Normalisht është konsolidimi i identitetit për Ulqinin. Zoti e pranoft mundin gjithë hoxhallarëve që kanë punuar me brezat e ri. Dhe inshallah brezat ta trashëgojnë le të themi këtë shtëpi të Zotit dhe gjithë shtëpitë e tjera. Pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhëron thotë buni el islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dhe ne gjithë e dimë këtë hadith. Po fatikisht si të thënë, ky hadith i pejgamberit ka 2 fjalë kyçe. Islami dhe 5 shtyllat. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Nga ky hadith me fjalë kuptojmë që Islami është e tëra dhe 5 shtyllat me fjalë janë çfarë? Janë brenda atij, domethënë ky Islami i madh që është feja gjitha kohrave, gjitha vendeve, gjitha situatave, gjitha zgjidhjeve, feja universale për gjithë gjendjet njerëzore, për ato të mëdha që kanë ndodhur më përpara, për të mëdha që po ndodhin edhe në aktualitetin tonë, dhe me të vërtetë po jetojmë një epokë të ngjarjeve të mëdha dhe të transformimeve të mëdha globale, të cilat mendoj se janë një hajër shumë i madh për ne si musliman, për ne si shqiptar, po edhe për botën islame, për jedhoj edhe për gjithë njerëzin, po thoj o Zot, me sa më kollajllëk dhe lehtësi të ndodhin këto transformime të mëdha, thot Allahu më shumë kanë tilkel ayyamu nudawiluha bin nas. Dhe këto pozicione, këto ditë ne i ndrojmë ndër njerëz. Domethënë gjithë popujt nuk mund të rinë me gjithmonë në maje. Ata që janë në maje nuk mund të rinë gjithmonë në maje. Civilizimet që janë në maje nuk mund të rinë gjithmonë në maje. Por edhe ata popull që janë poshtë nuk rinë gjithmonë poshtë. Wa dawamul hal, siç thuhet, min al muhal, dhe vazhdimi i gjendjes, pra përhershmëria e gjendjes është e pamundur. Pra ne thot Allahu mëndueshëm wa tilkel ayyam nudawiluha baina an-nas. Dhe këto pozicione ne thot Allahu mëndueshëm i ndrojmë ndër popull. Me sa duket ka ardhur koha që cikli me fjalë i ri i civilizimit të fillojë në këtë epokë që po jetojmë edhe ne, por urojmë me fjalë që të jemi sa më të vetëdijshëm edhe për rolin që na takon. Mos harrojmë vëllezër se Allahu mëndueshëm ne si musliman na ka kriju për gjëra të mëdha. Na ka bërë mëkamësit e Zotit në tokë, adhuruesit e tij, rregullues në tokë, ummeti i shahadetit ose ummeti i dëshmisë në faqe të dhejët muslimanët Allahu mëndueshëm i kanë nxjerrë për të qenë anije shpëtimi për të gjithë njerëzit. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Edhe më pas, pra pas pejgamberit, ne ja lam trashëgimi këtë libër atyre që i përzjodhen prej robëve tanë. Pra këtë mesazh dhe mision që Allahu mëndueshëm ja dha pejgamberit, tashmë na ka ngel, pra pas pejgamberit na ka rënë ne. Pra me fjalë, roli jon faqe dhejut është rol madhor. Është roli më këmbjes, roli i adhurimit, roli i urdhit për të mirën, ndalimin nga e keqja, edhe mbi gjitha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dhe kështu ju kemi bërë popull të ekuilibruar që të jeni dëshmitar për gjithë njerëzit, siç Muhamedi ishte dëshmitar për ju. Me sa duket, cikli i historisë përsëri ja kthehet tek ne si musliman, për të na dhënë edhe një herë Allahu mëndueshëm shansin dhe mundësinë për të qenë model për të gjithë njerëzit. Kjo botë është lodh shumë. E ka lodh kufri, e ka lodh materializmi, e ka lodh dhuna, e ka lodh arroganca, e ka lodh pavërtetësia, e ka lodh bashllëku, e ka lodh stresi, e ka lodh tengopja me anën materiale, po e ka lodh edhe te bashllëku, si më thanë, le të themi si pasojë e kësaj jete materiale.
Përjedhoj me fja bota, tash po duket se kërkon zgjidhje të re. Dhe këto gjëra që po ndodhin, normalisht nuk kam marrë që të flas tashmë për gjeopolitik, por me fjalë deshat edhe ta inkuadroj pak temën për cilën duhet të flas. Pra Islami, ky Islam madhor, që i ka përfshirë gjithë këto ngjarje të mëdha, dhe ka përgjigje edhe për këto ngjarje të mëdha, është ndërtuar mbi këto 5 shtylla. Që do të thotë me fjalë, 1/5 e këtij Islami madhështor kush e mban? E mban agjërimin. 1/5 e këtij Islami e mban kush? Agjërimi. Mirë po, për ta kuptuar pak më ndryshe, për ta bërë sa më praktik për ne, agjërimi, për t'i rashkurt, për të fut në thelb, agjërimi ne na stërvit, na trajnon, na përgatit, na edukon, na formon, na vetëdijson, na furnizon, na jep fuqi dhe forcë për të mbajt, ose për të mbartur, 1/5 e Islamit. 1/5 e Islamit. Pra 1/5 e forcës tonë, të meritueshmërisë tonë, të ehelijes tonë, të meritokracisë tonë, të aftësisë tonë, të fuqisë tonë, të forcës tonë, të vetëdijes tonë, të dritës tonë, po edhe të jetës së shpirtit tonë, po edhe të moralit tonë dhe të etikës tonë, po edhe të statusit tonë për ta mbajtur me fjalë këtë fe dhe për ta realizuar këtë mision, 1/5 me gjithë këtyre ne ku e fitojmë nga agjërimi i munit të begat të Ramazanit. Pra, ky është koncept që desha ta ndajmë bashkërisht. Pra, për të kuptuar se ç'është ky muaj akoma dhe më tepër, duke ndërtuar mbi temën që trajtoi Hoxha Muhamedi, zoti ja shpërblet, për ta kuptuar me fjalë se çfarë po bëjmë, ç'është ky muaj, për të vetëdijsuar akoma dhe më tepër, thjesht dhe shkurt, ne forcohemi, trajnohemi, formsohemi, edukohemi, blerësohemi, lartësohemi dhe aftësohemi për ta mbajtur me fjalë 1/5 e këtij misioni madhor që Allahu mëndshëm nëpërmjet Xhibrilit ia zbriti profetëve dhe pas profetit Muhammed a.s. Ky me fjalë mision kujt i ra ummetit Muhammedit a.s. Ka një fakt të madh historik. Allahu mëndshëm u ka dhënë drejtimin e botës në dorë muslimanëve, vetëm në atë rast ku kanë qenë ehlen, ku kanë qenë meritues së drejtimit të njerëzisë. Sepse muslimanët, roli i tyre është drejtimi i botës, jo me dhunë, as me shpatë, as me forcë politike, apo ushtarake, apo ekonomike. Por roli i muslimanëve është që të drejtojnë njerëzit për tek Zoti me forcën e kujt? Të vërtetës së tyre, të dritës së tyre, të moralit të tyre, të lirësisë së tyre. Dhe përjethdoj pastaj kanë hyrë në punë edhe këto të tjera. Çfarë thot Allahu mëndshëm për pejgamberin sa për brezin që e duke pejgamberi, kështu ju kemi bërë popull të ekuilibruar që t'jeni dëshmitar për gjithë njerëzim, siç ishte Muhamedi dëshmitar për ju. Pejgamberi 23 vjet çfarë bëri? Edukoi këtë brez i cili u shndrua në një anije shpëtimi për gjithë njerëzin deri në ditën e Kiametit dhe i tillë ngelet. Brezi frymëzues, tek i cili është trupzuar i gjithë Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sa është konkretizuar dhe është formsuar si model udhëzues për tek Allahu mëndshëm dhe tek misioni me fjalë për cilën është dërguar njeriu në faqetet, konkretizohet ku? Tek sahabët e pejgamberit Muhammed a.s. Këtë bëri pejgamberi a.s. Edhe ata me të vërtetë u shndruan një anije shpëtimi. Të gjithë muslimanëve deri në ditën e Kiametit ju del për detyrë kjo. Sahabët e pejgamberit si bre, pse qenë lider të njerëzisë? Sepse gëzonin atë meritueshmërinë për qenë të tillë. Ku e fituan këtë meritueshmëri? 1/5 e kësaj meritueshmërie ku e morën? Ke shkolla e agjërimit. Ke shkolla e agjërimit. Dhe ka qenë urtësia e Allahut mëndshëm, që muslimanëve të hiqet leadershipi i botës nga dora, kur nuk kanë qenë në nivelin e duhur të meritueshmërisë. Dhe ka qenë rahmet shumë i madh. Sepse nëse këto të këqija të mëdha që po i ndodhin botës sot, po të kishin ndodhur kur muslimanët të ishin në krye të botës, ku do t'ia adresonin këto të këqija? Islami. Gjithë kjo gjakderdhje, vrasje, shkatrim që ndodh, arrogancë që ndodh faqet dhëut sot.
ku do ja kishin adresuar nëse muslimanët do ishin liderët e botës? Islamet dhe muslimanëve. Mi pa mund të vazhdoj kjo gjendje, vazhdimisht kështu, gjakderdhje, vrasje, shkatrim, arrogancë dhe nuk vazhdon. Pra e thotë Allahu madhëshu këto pozicion, ne ndrojmë ndër njerëz. Mirë po, fakti që dikush është duke ra, nuk do thotë që ti je duke u ngrit. Se mund të jetë dikush tjetër duke u ngrit. Pyetja është, a jemi ne si musliman duke u përgatit me fjalë për të qenë në këtë nivel meritueshmërie për ta marrë këtë leadership? Unë personalisht mendoj se po, dhe treguesin janë shumë bëj. Po problemi është me fjalë muslimanin vetë, çdo musliman si po përgatitet me fjalë për të qenë pjesë e kësaj e këtij le të themi privilegji kaq të madh që të jetë kontribues me fjalë për ta udhëzuar njerëzin për të kalluar mëndshëm tashmë për të qenë pjesë ose i drasë e vogël te kjo anije e re e shpëtimit për njerëzit me fjalë, e cila me lenin Allahu të mëndshëm ka për të vazhduar udhëtimin deri në ditën e Kiametit. Një nga kontribuesit kryesor për ta fituar këtë meritueshmëri, kush është? Shkolla e agjerimit. Tashi, nga e marrim gjithë ta, Allah mëndshëm thotë Kur'an, e marrim të drejt për drejt. Ja ayyuhalladhina amanu astaghfiru billahi bismillah. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç edhe atyre para jush që ju çfarë të jeni të devotshëm. Çdo të thotë devotshmëri. Devotshmëri do të thotë me fjalë korrektësi me Zotin. Çdo të thotë devotshmëri. Devotshmëri do të thotë me fjalë puna dhe gatishmëria për të qenë gjithmonë në nivelin e atij qëllimi dhe objektivi për cilin të ka krijuar Allahu mëndshëm faqet dhe. Kjo është devotshmëria. Për shembull themi njeri me devocion të lartë. Çdo thot me fjalë njeri me devocion të lartë. Njeri me fjalë me përkushtim të lartë, me korrektësi të lartë, me besnikmëri të lartë, me sinqeritet të lartë, me moral shumë të lartë, me vullnet shumë të fortë, me qëndrueshmëri, guxim, me fjalë dhe trimëri dhe durim shumë të madh. Bukur, edhe pa e puni dhe gatishmëri për të sakrifikuar për parimet e tij, edhe me fjalë në nivelet më të larta të sakrificës. Kjo është devotshmëria. Të parët tanë kanë thënë, devotshmëri do të thotë të gjej Zoti aty ku të ka urdhëruar dhe mos të gjej aty ku të ka ndaluar. Kjo është devotshmëria. Por, që do të thotë tash, hajde ta marrim në këtë qëllim madhor të agjerimit dhe ta analizojmë në hijen e kujt, sepse gjërat në Islam janë të lidhura njëra me tjetrën. Dhe padyshim për të nxjerrë kuptimin e detajeve, duhet i lidhim me gjërat makro në Islam. Devotshmëria është objektivi i agjerimit. Mirë, po nuk mund ta kuptojmë në atë objektivin e agjerimit vetëm nëse analizojmë në hijen e objektivit të kujt? Të ekzistencës së njeriu. Tash njeriu për çfarë është krijuar dhe pse është dërguar në faqe të dheut? Për arsyeën që tham pak më lart. Apo. Tash qëllimi i agjerimit është çfarë? Aftësimi i njeriu për të qenë ai me fjalë që për cilin e ka dërguar Allahu mëndshëm faqe të dheut. Vëllezër dhe motra, Allahu mëndshëm nuk përfiton asgjë nga agjerimi jon. As nga namazi jon, as nga dhikri jon, as nga kurbani jon, as nga haxhi jon. La yanal Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu mëndshëm nuk shkon as gjaku i kurbanëve tuaj dhe as mishi i tyre, por shkon kush? Devotshmëria juaj. Pra tek Allahu mëndshëm gjithrohet çfarë? Devotshmëria. Cila është devotshmëria? Pra kjo aftësia, ehlia, meritueshmëria për qenë çfarë? Më kam si të Zotin tokë, rregullues të Allahut mëndshëm faqe të dheut. In uridu me fjalën e emrit Zotit faqe të dheut. In uridu illa al-islaha mastatat. Unë nuk dua gjë tjetër përveç se të rregulloj në tokë sa të kem mundësi. Ky ka qenë misioni i profetit të Allahut të mëndshëm. Për të vazhduar rrugën deri në fund, me këtë lloj statusi, ç'a duhet? Duhet durim. Prandaj ndryshe me fjalë agjerimi, ose Ramazani e shqyt edhe çfarë muji i durim. Duhet çfarë? Vullnet, këmbgulje, gatishmëri për të sakrifikuar. Të gjitha këto nga burojnë nga nana e gjithë vlerave që quhet sinqeritet. Por, sinqeritet ndaj kujt? Ndaj qëllimit për cilët jemi krijuar. Cili është qëllimi jon? Të jemi adhurues të Allahut mëndshëm. Mirë, po këtë s'mund ta bëjmë ne vetëm nëse këtë ibadet e bëjmë për atë të kujt? Për atë të Allahut mëndshëm, duke e zhvesh këtë qëllim dhe këtë niyet nga çdo lloj interesi për interesave të dynjas. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Çdo punë e bir Ademit është për të.
Përveç agjerimit, ai është për mua dhe vetëm unë dita shpërblerë. Pra agjerimi për 30 ditë ose 29 ditë është shkollë e kultivimit të kujt? Të gatishmërisë për të jetuar me Zotin dhe vetëm me të, për t'i dhënë prioritet Allahut dhe vetëm atij dhe askujt tjetër veç tij. Dhe përjedhoi, ne nalcohem në gradat më të larta të gjitha atyne vlerave që unë përmenda pak më sipër, ajo paket vlerash që ndryshe e ka emrin si devotshmëri, të cilat bashkë ne na çojnë deri tek Allahu Manush me selamet. Rruga drejt Zotit ka dy cilësi. E para është rrugë gjatë, e para një është lavdishme, është privilegj të ka zgjedhur Zoti. Edhe është rrugë lavdis madh. Tamam? Mirë, po ka dy cilësi ose dy tipare. Tipari i parë është rrugë gjatë. Është rrugë e gjatë. E dyta ka edhe disheza, edhe rrafsh, po ka edhe malore. Po ka edhe kthina shumë të mëdha. Por i dhoj kërkon çfarë? Dritë, vëmendje, po njëkohësisht edhe çfarë? Këmbgulje, durim, stabilitet, vullnet, edhe gatishmëri edhe me sakrifiku. Edhe me sakrifiku. Ku i marrim këto vlera? Ku e marrim këtë dritë? Ku e marrim këtë këmbgulje dhe këto vlera? Ku i marrim? Një të pesën e tyre ku e marrim? E marrim tek agjerimi i muajit të Ramazanit. Pse e përmenda këtë çështjen e gjatësisë së rrugës? Një nga problemet kryesore, që ka shkaktuar materializmi dhe ateizmi tek muslimanët dhe tek ummetin përgjithësi, nuk është se i ka çuar në kufër. Nuk e ka të kollajt. Shejtani mallku me bishtrat e tij dhe ushtarët e tij ta çojë muslimanin në kufër. Problemi i muslimanëve në aktualitetin tonë, flasim në përgjithësi, jo të gjithë, dhe elhamdulillah ka simbol edhe ndër popullin shqiptar, uroj që dhe ne të jemi për atyre të zgjuarve. Një nga problemet kryesore dhe damet e mëdha që ka shkaktuar materializmi në gafletën dhe pavëmendjen e muslimanëve është me çfarë? Monotonia e marrëdhënieve të muslimanit me fen. Pra trajtimi i fesë dhe i misionit të fesë dhe i objektivave me cilat ne na ka nderuar feja si diçka normale, si një angazhim i fatitor. Edhe unë realisht e kam frikën një ajeti madhështor, ajet kuranor. Thotë Allahu më shumë, wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl. Fatala alayhim al-amad. Faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Dhe mos u bëni si ata para jush që u dham librin. Bukur? Fatala alayhim al-amad. Dhe kaloi një kohë gjatë e librit në mesin e tyre. Pra kaloi marrëdhënie kohë gjatë e marrëdhënies së tyre me librin. Pa libri këtu është, Kurani, po alhamdulillah. Bukur botohet me ka libri, jo bestseller po libri më i lexuar në faqe të dhëut kush është? Është Kurani. Kush është libri më i mësuar përmes sot faqe të dhëut? Kurani. Madje nga ata që se kuptojnë më shumë se sa nga ata që nuk e kuptojnë. Mirë, po çfarë ndodh? Fatala alehumul amad, kaloi kohë gjatë. Kurani po këtu është Kurani. Po bukur, dal nga dal, vëmendja kalon nga çfarë? Nga libër jete, libër njerëzie, libër reforme, libër ndërtimi, libër rregullimi, libër i kujti misionit faqedheut rregullimit, libri i mëkëmësit Zotin tokë, adhuruesit të tij, libri i ummetit dëshmitar, libri i kujt urdhë për të mirë ndalim nga e keqja, libri të ngritjes së zanit ndaj zullumit, lokal apo global, në libër që zbukurojnë raftet, në libër që bëjmë konkurse për bohatme, në libër që bëjmë konkurse për të mësuar për menç, në libër që knohet Jasina dhe hatme për të vdekur, në libër që kemi krenari që i përkasim. Dhe kjo është një problem shumë i madh që ka shkaktuar kush? Materializmi, ku? Tek muslimanët në përgjithësi. Dhe kjo kujt i kërkohet? Kjo kërkohet muslimanëve, jo të tjerëve. Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu. Ata të cilët kërkojnë të përhapet fahishja ose poshtërsia ndër besimtarët. Pse ndër besimtarët? Sepse ata me fjalë që e konkretizojnë të vërtetën Allahu më dhuroi faqe të kush janë? El mu'minun, besimtarët.
Edhe besimtarët janë çfarë? Anija e shpëtimit për gjithë njerëzit dhe drejtuesit e kësaj anije. Mirë, po për ta mbyt këtë anije, çfarë duhet me bë? Duhet me mbyt kë? Duhet me e dek kë? Koptanin, kapitenin e anijes. Kush janë kapiteni i anijes shpëtuese për gjithë njerëzimin? El mu'minun, besimtarët. Pra ata janë më të rrezikuar se sa të tjerët. Pra e thotë Allahu që wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl. Dhe mos u bëni si ata që u dham librin më përpara. Ata libri ishin mes, me kishin dorë. Fa tala alehimul amad. Kaloi kohë gjatë, fa qasat qulubuhum shi pasoja. U shpërsuan zemrat, po kathiru minhum fasiqun, dhe shumë prej tyre pastaj u bën fasika. Çdo thot fasika, jo qafira. Fasika. Çdo thot fasik. Në këtë kontekst edhe kështu ata e haruan se cili është misioni kryesor i tyre në faqet lehtë. Edhe e din, o t'ju them, ja tim pak më i drejt për dyve. Fisku më i madh i besimtarëve, kush është? Nuk është ngrënia haramit. Fisku më i madh i besimtarëve nuk është zinaja. Fisku më i madh i besimtarëve nuk është me fjalë gibeti, edhe pse kanë gjinave shumë mëdha. Fisku më i madh i besimtarëve është me fjalë kur ata harojnë se shpëtimin e njerëzisë nga zjarri i xhenemit dhe shpëtimin e njerëzisë, nxjerrjen e njerëzisë nga errësina në dynjë, Allahu më nushum pas pejgamberit u ka lënë aty në dorë. Dhe ky është fisku më i madh me fjalë që ta prek një pjesë jo të vogël të botës muslimane. Bota po ndryshon. Është një shans shumë i madh edhe i ri. Dhe unë besoj kjo është një shans shumë i madh për besimtarët, për muslimanët. Dhe tashmë edhe bota muslimane ka filluar të ndryshojë, që muslimanët edhe një herë të kthjellohen, të zgjohen, për të kthyer edhe një herë tek libri i Allahut mëndueshëm. Por pse? Për të lartësuar në gradat e larta të misionit në të cilin na thirr në ky libër. Cili është misioni? E para hudan lil muttaqin. Pa e dyta, tabarakalladhi. Shikoni këtë ajet kuranor, lezën. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. I lartëmarruar është Allahu mëndueshëm, i cili ja zbriti jo Kur'anin, Furqanin, robit të tij, për të qenë paralajmërues për të gjithë njerëzit. Ç'është Furqani? Ndarës mes mirës dhe të keqes, sqarues mes errësirës dhe të dritës, sqarues me të vërtetës dhe gënjeshtrës. Dhe lidhe këtë ajet kuranor me kë, po mirë, këtu thot li abdihi, robit të tij. Çfarë tha Allahu mëndueshëm? Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Dhe pastaj kujt ja lam trashëgimi këtë libër? Atyre që përzgjodhen prej robëve tonë. Me po edhe këta robë tonë kush janë? Fa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. Me pa dhe këta robë tonë, ka për tyre që janë çfarë? Zullumqtar dhe vetës, mëkatar. E harruan pse është ky libër. Dhe ka për atyre që janë kështu, edhe të mira dhe këqija. Dhe ka për atyre që bëjnë çfarë? Janë avangard, janë shumë përpara në punë të mira me lejen e Allahu mëndueshëm. Pse ka kufizuar me lejen e Allahu mëndueshëm? Që mos ju hipi vetë janë qef. Kujdes. Prandaj me fjalë, për ta përmbyll, është me të vërtet një shans shumë i madh, mundësi shumë i madh. Muaji i bekat Ramazanit, por duke e lidh dhe unë ftoj fort dhe kudo që shkoja kanë vënë mision vetes time. Këtë vit me para Ramazanit dhe gjatë Ramazanit, ta lidhi me muajin e bekat Ramazanit edhe me këto ngjarje të mëdha që po ndodhin faqet dhëut, që të çelim syt ton, të ballit edhe të zemrës, akoma dhe më shumë për rolin që realisht na përket. Mu realisht më prengos një ajet shumë i madh. Dhe sa e realizoj më mban gjatë. Thotë Allahu mëndueshëm, ja ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. O ti profet, transmetoje atë që të ka zbritur Allahu mëndueshëm. Edhe nëse ti nuk e bën, dije se nuk e ke realizuar misionin tonë. Me pas pejgamberit për përflit këtë kuranor. Këtë kuranor që thotë, o ti profet, falu pas, falme është a priori, vëllezër. Falme kemi për vetën tonë. Agjeroni, ka marrë fund, agjerojmë. Jepni zakat,
ka vdek nana, ne japim zekat. Shkonin haxh, në rregull. Muhabeti është se misioni i udhëzimit të njerëzisë pas pejgamberit, i çeljes së syve për të vërtetën pas pejgamberit, kujt i ka ra? Ka ra? Muslimanëve, besimtarëve. Çfarë thot pejgamberi alayhi salam? Thot shejebetni Hudun wa akhawatuha. Surja Hud dhe motrat e saj më kanë bë me thinja. Po pse? Sepse aty është një jetë kuranor, wastaqim kama umirta anta wa man taba ma'ak. Qëndro në rrugën e drejtë, siç e urdhnu. Cila është rruga e drejtë që ke urdhnu? Që ti e urdhnu, ja ayyuhar rasul, o ti profet, belligh ma unzila ilayka min rabbik. Transmetoj atë që të ka zbrit Zoti. Dhe nëse ti nuk e bën, di se nuk e ka transmetuar. Anta wa man taba ma'ak, ti dhe gjithë ata që kanë bërë tobe me ty deri në ditën e kiametit. Edhe një herë kryemam, shumë faleminderit për ftesën, ndjehem gjithmonë i nderuar, edhe ju faleminderit për prezencën dhe për dëgjimin në vëmendje, siç na bashkoi Allahu mëndueshëm këtu sonte në këtë perlë islame, pra këtë xhami. Zoti na bashkoi gjithmonë në punë të hajrit dhe Allahu na bashkoft me pejgamberin Muhammed a.s. duke qenë ai krenar me ne, se pas ti me i fa realizuar ashtu siç duhet misionin me cilin na ka ngarkuar Allahu mëndueshëm dhe emanetin që na la pejgamberi s.a.s. Allahu shpërblet.